Shtëpia e famshme në Shqipëri ka qenë relativisht e qetë dhe e mbushur me pozitivitet gjatë ditëve të fundit. Një atmosferë e tillë është mundësuar nga shpërbimi që Rozana mori gjatë sfidës së ninjave të natës, ku për një ditë banorët do të bindeshin çdo urdhri dhe dëshire të saj. Një nga urdhrat e Rozanës ishte që meshkujt e shtëpisë të vishen si gra dhe të shërbejnë banorëve në çdo kërkesë. Ky moment ka sjellë shumë të qeshura dhe ka krijuar një atmosferë të veçantë dhe të ngrohtë në shtëpi, por surprizat nuk mbaruan me kaq. Gjatë pasdites banorët u vendosën për të zhvilluar një sfilat, si dhe për të dhënë intervista, dhe në një moment të papritur lajët e Gjesi shkëmbyen një puthje në buzë. Ky veprim ka qenë një nga momentet më gazmore dhe shokues për shumë të tjerë. Na do t'ju themi se puthja e tyre u kritikua shumë nga disa fancat të Gjesit, ndërsa nga ana tjetër, Lerti njihet për këtë skena, pasi që është aktor në jetën e përditshme. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.